Me asnjëherë nuk kemi pranuar që bitë e etërve të zi, edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij, dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka nol në oborrin e xhamis Ebu Bekër, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi ajo tabel do të shumë fishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qëthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme. Ne i kemi kamp në tokë dhe ne jemi kush jemi. Dhe e keqja nuk mund asnjëherë as me na kap për dorë, as me na vu para, as me mendu se mund të na pushtrojë. Sepse e mira e jonë dhe ajo çfarë ne përfaqësojmë dhe marrim supe, është shumë ma e madhe dhe shumë ma larg se sa bota e zullumit, e grabitjes, e ignorancës, e primitivizmit, e pabesisë, e pabesimit, e mungesës së vlerave qytetare, e antivlerave kombëtare, por jo vetëm.